Kombëtarja shqiptare e vajzave, drejtuar nga trajneri shkodran Armir Grima, ka arritur një tjetër fitore të madhe, duke mposhtur për herë të dytë radhazi madje edhe në shtëpi Kroacinë. Vajzat kuqezi triumfuan me përmbysje 2-1 në sfidën e vlefshme për grupin B4 të Ligës së Kombeve. Kroacia vendase kaloi e para në avantazh pas golit të Ivana Slipčević në minutën e 11, megjithatë Shqipëria reagoi mirë dhe gjeti golin e barazimit në minutën e 32 me një realizim të bukur nga Fortesa Berisha. Pjesa e parë u mbyll në barazim 1-1. Pjesa e dytë e takimit nisi me Shqipërinë me kërkuese. Futbollistët tona u shfaqën disa herë rrezikshëm në sulm me Fortesa Berishën dhe Valentina Trokën. Në minutën e 71 pas një aksioni nga krahu, Berisha pasoi në zonë dhe Balog në përpjekje për të larguar topin e devijoi në portën e saj, duke i dhënë Shqipërisë avantazhin dhe fitoren. Ky është një tjetër sukses historik për kombëtaren shqiptare të vajzave, që me këtë fitore rënditet në vendin e tretë në grupin B4 të Ligës së Kampioneve me 6 pikë. Dy ndeshjet e fundit të Shqipërisë në këtë grup do të jenë ndaj Ukrainës në transfert dhe ndaj Çekisë në shtëpi.